Bismillah, alhamdulillah, salamu alaikum wa rahmetullah. Të nderuar dëgjues të Radio Pendimit, ju lajmërohemi për herë të parë drejt për drejt nga Shkupi këtu me Hoxhën Bekir Halimi, të cilët i urojmë mirëseardhje. Salamu alaikum Hoxh, mirë se na vjen. Wa alaikum assalam wa rahmetullahi wa barakatuh. Gjithashtu edhe na shfrytëzojmë rastin që të përshëndesim dëgjuesit e Radio Pendimit, gjithandaj ku janë ata, duke lutur Allahun subhanahu wa taala që këtë ditë ta kenë kaluar mirë dhe inshallah taala i vjelin frytet e veprave të mira të kësaj dite me bereqetet e Allahut që lëshon tek ata në këtë mbrëmje inshallah taala. Do të fokusohemi fillimisht te problemet aktuale në trojë shqiptare të cilat kanë ndodhur kohë të fundit, që nga arrestimi 40 njerëz të cilët i takojnë besimit islam, e pastaj djegja e flamurit la ilaha illallah si shenjë e ndëshkimit ndaj ISIS-it dhe pastaj për të vazhduar me arrestimin e disa hoxhallarëve eminent në trojët shqiptare, pra veçanërisht në Kosovë. Po si ju kanë ndodhur këto arrestime juve fillimisht? Si i keni marrë lajmin mbi këto arrestime? Valla të themi drejtën, fillimisht është duket si një ofanziv jo dhe shumë e argumentuar e logjikshme. Normalisht çdo shtet i ka ligjet e veta dhe punon sipas tyre dhe punon për t'i mbrojtur ato ligje. Mirë po këtu te na që jemi jashtë rrjedhave, po na duket sikurse është një fushatë e cila nuk e ka prapavi do të mbrojtjen e vendit edhe shtetit, sa ka domethënë prapavija tjera politike. Edhe këtu zakonisht në këtë lloj konceptimi do thotë të situatës vijnë edhe vështirësitë e kuptimit të gjithë plot, domethënë të realitetit çka po ndodh. A është kjo thjesht domethënë një luftë kundër një terrorizmi që supozohet se është në pyetje, apo thjesht ka një prapavi tjetër politike, sidomos kur kemi parasysh ngërçin e madh politik i cili domethënë që 100 ditë është i pranishëm në Kosovë në pamundësi për të ndërtuar institucionet e shtetit që normalisht është ndam të vetë shtetit Kosovës pas edhe qytetarëve të vet. Edhe kjo situatë, në këtë formë, në kryon një ambullini pasqyrë jo të vërtet, edhe jo të plot, ose jo të qartë për neve që e përcjellim nga larkë. Dhe pastaj kur është pyetja islami kohën e fundit, do thotë duke pas parasysh sulmet islamofobe të vazhdueshme disa vite me radhë, pasi që saqë u detyruan edhe qarqet ndërkombëtare të afusin islamofobinë, domethënë si dukuri negative dhe të gjykuar me ligjet ndërkombëtare. Këtë qëtin ose të orienton me mendu se janë veprime me prapavi, fushat domethënë nuk është thjesht veprim ligjor juridik, por sa është domethënë fushat politike. Domethënë është gati si një skenari menduar mirë. Po ka elemente të skenarit, domethënë është bartje e të burgosmëve të parë, domethënë prej qendrave të paraburgimit deri tek ishkin e maja, domethënë qarkullimin kamat, hapësirë, është një lloj skenari i cili domethënë synon të paraqet se këtu ekziston një rrezik i madh. Domethënë normalisht shërbimet e shtetit kanë informata shumë më shumë se kemi na, se ne shohim atë që është publike, mirë po ajo që nuk është thonë askund nëpër media është se ata djema kanë bërë një vepër terroriste ose vepër kriminale në Kosovë. Nuk pat as informata, as fakt, akuza vetëm ishte për pjesëmarrje në votrat tuftës jashtë Kosovës, e cila do të sankcionohet me ligj në të ardhmen, kur të aprovohet ligji vazhdo të kalojë leximin e dytë dhe të bëhet pjesë e legjislaturës kosovare. Mirë po brenda Kosovës, domthonë të shumica e tyre ose të gjitha ata nuk ka pasur fakt argumente se ata kanë bërë vepra terroriste. Edhe kjo e vështirëson domthonë luftën kundër ekstremizmit në saj ekziston realisht. Do thotë sepse nëse edhe të pafajshmit akuzohen për ekstremizëm e terrorizëm, atëherë domthonë ti nuk ke mundësi nesër ata që janë me të vërtetë domthonë ti luftosh edhe sikurse u përmendën apo shkrimshkrime me risocializim dhe rehabilitim të bën pjesë kontribuese dhe konstruktive shoqërisë, jo me përjashtim edhe domthonë okupim ose faktikisht kufizimi i lëvizjes së tyre në këtë formë. Ajo ata nëse janë bon më të egër, këta tjerë domethënë krijon një pasqyrë për një padrejtësi e cila e bëhet edhe vazhdimisht vazhdon ai cikli domethënë i akuzave dhe kundër akuzave mes një pjesë të popullatës edhe
pushtetit. Po kjo realisht me vërtet kanë gjallë frikë tek njerëzit, arrestimet e një pas njëshme, tash disa kanë filluar mos dalin në xhami për shkak se normalisht do thotë jehona e madhe mediatike që i bëhet duke pasur në mënyrë ekstreme negativisht të gjithë ndodhin, duke para përcaktuar do thotë se bëhet fjalë për veprues, domethënë faktat janë pa ndehur, akoma nuk është vërtetuar, domethënë sepse për asnjërin se shqiptuar do thotë dënimi përfundimtar, madje s'ka filluar procedura. Për grupin e parë domethënë për disa prej tyre është caktuar para burgim, disa kanë dalë prej tyre, që është treguar se janë pafajshëm. Fatkeqësisht media, sidomos portalet, në shumë të rasteve me pak përjashtime, ata vetëm i kanë para përcaktuar si fajtorë. Edhe kjo normalisht ndoshta është edhe qëllimi i kësaj fushate që të krijohet pasqyrë negative dhe njerëzit fillojnë të krijojnë panik, domethënë vetvete edhe të mburojnë pasi ndalin edhe nëpër xhamia dhe domethënë të kryejnë obligimet e veta fetare që i kanë garantuar me Kushtetutën e Republikës Kosovës, madje është e garantuar edhe me kartat të drejtave ndërkombëtare, pasi që prej drejtave bazore ose bazike që i garanton domethënë karta e drejtave të njerëzit është edhe e drejta e besimit dhe manifestimit të besimit. Dhe për këtë shkak do thotë kjo ngurim edhe kjo frikë ka kuptim kur vazhdimisht domethënë në media 2-3 javë sapo bëhen domethënë plasohet lajmi do terrorizëm, ekstremizëm, rrezik potencial, domethënë rrezik ndërkombëtar padyshim, do thotë sidomos duke pas parasysh edhe fushatën ndërkombëtare kundër terrorizmit, kjo krijon një panik me një dozë të theksuar edhe krijon atmosferë të përshtatshme. Madje për shembull për dallim prej fushatave që bëhen në mënyrë ndërkombëtare, ata insistojnë vazhdimisht përmendin se Islami është i pafajshëm në këtë drejtim. Nëse dikush është ekstremist, është personalisht ai, si persona, jo si fe, do thotë. Për të bërë balansin mes turistnisë që krijohet në opinion publik se ka ekstremizëm me ngjyrë fetare, edhe do thotë pafajësisë së fesë islame si fe. Për të kriju balansin, do thotë. Mirë po të na, askush nuk del domon prej politikanëve me thonë se s'ka të bën kjo me fenë islame, s'ka të bën me musliman, por thjesht kemi të bëjmë me një grup caktuar që na mendojmë se janë domon ekstremistë ose terroristë. Edhe në mungesë të këtij balansi, vetëm sulmi domon edhe pasqyrë negative, panika domon është veprim normal faktikisht. Po edhe shihet e linçimi që u bëhet, sidomos e prizëve fetare, duke citu doktor Shefqetin që kinë se pas ka letë njoftim serb, pastaj mendon të ta bante këtë apo këtë. Kjo është ai problemi që ekziston domethënë edhe në media. Edhe pa bën faktet e policisë. Po. Tamam linçim. Ma ajo politika, domethënë policia mundet të liferon faktikisht publikon vetëm gjëra të argumentuara. Para e dyta, ajo që ndodhi prej shkeljeve vetë ligjeve dhe rregullave është se do thotë plasohen informata personale, të cilat domethënë ato janë informata të mbrojtura, edhe askush s'ka drejt me publiku ata. Pasi keq përdorimi i tyre, duhet të shësh se ka atje edhe falsifikim faktikisht, domethënë të datave ka falsifikim, domethënë të burimeve, të emrave edhe kjo. Pastaj del një paradoks, do thotë flasin për ekstremizëm islamik ose terrorizëm islamik, në anë tjetër akuzojnë për spionim pro-serb, dhe në lidhje fundamentalizmi islamik ose ekstremizmi islamik me vijën serbe, domethënë është e palogjikshme. Edhe pse vazhdimisht liferohet ose flitet se domethënë Kosovë ka prej 25.000 deri 50.000 njerëz që janë bashkëpunëtor Serbisë, qoftë me deklarata domethënë të figurave politike të Serbisë apo me domethënë deklarata të disa figurave politike të Kosovës. Se domethënë UDBA i ka rënë thellë në Kosovë. Edhe në këtë situatë domethënë krijon paradokse të shumta të cilëve është shumë vështirë mu dhënë përgjigje logjike, dhe edhe krijon e ndihmon faktikisht ose e shton atë amullin këtë situatë dhe krijon dyshim, do thotë që këtë situatë domethënë nuk është thjesht domethënë veprim juridik, veprim për të mbrojtur domethënë shtetin, sa është domethënë fushat politike me propagandë dhe me qëllime të caktuara. Ju personalisht e njefni ata imam, a mendoni që ata kanë fajt që? Unë i njoh domethënë një pjesë të madhe atyre personalisht dhe mendoj se akuza që ngriten mbi tyre nuk qëndron, pasi që ata janë të njohur domethënë si xhallar të cilët vazhdimisht kanë thirrur në një islam mesatar, islam i cili do të mbështetet në parimet bazë të fesë islame në Kur'anin e shenjtë dhe në traditën e profetit Muhammed paqja dhe lavdi Allahu që mbi të.
dhe duke u mundu që atë fe domethënë në përputhje me rrethonat tona dhe të nivelit tonë domethënë të kuptimit të islamit të paraqitet. Madje është dëshmuar me dhjetra dhe qindra madje me mia raste kur ata kanë dhënë një kontribut shumë të madh domethënë edhe kombëtar, po edhe domethënë social kuptimin domethënë e rehabilitimit të shumë figurave të cilat kanë pas dosjet të keqe të kaluara, pastaj fal aktivitetit tyre ata janë penduar domethënë e kanë lënë të kaluarën e tyre të zezë, kanë filluar domethënë të shërbejnë shoqërinë me aftësitë e veta psikofizike që i kanë. Mos flasim për kontributin kombëtar domethënë kohën e luftës së Kosovës edhe kohën e luftës së Maqedonisë, të cilët do të janë munduar që t'i bashkangjiten domethënë arabëve për të dhënë kontributin e tyre, qoftë në ngritjen e moralit, qoftë domethënë det procesin në kryen e detyrës dhe amanetit, madje edhe e kanë shprehur vazhdimisht në emisionet kontaktive me shumë domethënë qarqe të medias, se ata as që dëshirojnë ta përmendin këtë fakt pasi që ka qenë obligim dhe obligime nuk ka çka të mbulemi në ata. As ka çka të kërkojmë na të fitojmë si fitim, qoftë ai personal ose material ose pushtetor për të kaluarës ose për kontributin që kanë dhënë. Dhe kështu që mua ata figura domethënë të përmlidhen edhe të jepet domethënë një ngjyrë e tillë ose të jepet një pasqyrimi i tillë është shumë e palogjikshme dhe shumë e padrejtë padyshim edhe. Na të gjithë besojmë se ka Zot edhe se fundi gjykimin final e jep Zoti, dhe se dënimet e gjykimet për njerëzit domethënë janë të kufizuara dhe ato të padrejtat padyshim që do të bijnë poshtë. Dhe na edhe të kalumen si shqiptar kemi vujt prej dënimeve domethënë të padrejta dhe drakonike që janë bërë veprimtarëve për çështën kombëtare dhe kauzën kombëtare të kalumen, dhe të gjithë ata domethënë nëse kanë kaluar vite të gjata domethënë në burgim kanë dalë pastaj dhe kanë mbetë si erë, për shembull Adem Demaçi i ka vujt 36 vjet për shembull në burg, mirë po pastaj ka dalë edhe është pas ai burgim ka qenë i padrejt kundër tij. Dhe mos flasim për shumë veprimtarë të tjerë domethënë, të cilët janë munduar që me kërku drejtësi edhe barazin në Kosovë, në atë ish Jugosllavinë e kaluar, për tyre janë detyruar që dalin në mërgat, për tyre kanë mbetë dhe kanë dhënë kontributin, janë burgos, janë maltretuar, dikush prej tyre ka shpëtuar, dikush ka dalë, dikush edhe domethënë është vrarë ose domethënë ka psu për shkak të torturave që ka përjetuar, mirë po ata vazhdimisht përmenden me lavdë dhe përmenden si herojë dhe përmenden si njerëz që kanë kontribuar. Kështu që në historinë pasaj gjenerale ka shumë raste kur gjykohen njerëzit në fund derisa ai gjykim ka qenë i padrejtë dhe ai që ka gjykuar domethënë ka pas afatin e pushtetit më të shkurtër sa vetë domethënë gjykimi që është dhënë atij personit ka dalë ai para se domethënë të vazhdon ai pushtetin e tij. Kështu që na kemi shpresë të mëdha të fuqia e Allahut fuqiplot se do të nxjerrë shesh drejtsinë dhe do del shesh pafashmëria e këtyre xhallarëve të cilët akuzohen me kësaj lloj akuza të rënda. Pastaj një bazë e akuzës është prikja e rendit kushtetues. Ta them drejtën, personalisht do thotë ndihemi zhgënjym se përjetuam komunizmin dhe dolëm në një fazë tranzicioni, domethënë ose fazë një sistem domethënë të lirisë së mendimit edhe shprehjes edhe veprimit domethënë pluralist, faktikisht ku ka hapësirë për mendime të ndryshme. Tash kjo akuza domethënë e prish rendin kushtetues është tamam akuzë sikurse në komunizëm, edhe sikurse neve nuk na ra shumë gjatë me jetu domethënë në këtë liri ose në këtë hapësirë të mendimeve domethënë të lloj-llojshme, tash na imponohet një mendësia në formë saktuar, domethënë secili që mundohet të mendon ndryshe nga ai që detyron pushteti, ai akuzohet me thyrje të rendit kushtetues dhe normalisht presin faktikisht dënime drakonike sikurse është domethënë fjala për rastet. Është përmend edhe shpërlarja parash. Ka të bëjë që organizatat arabe kanë pru para që me një farë formë duke dashur të kontribuojnë për thirrjen islame, ata janë keq përdorur prej anës. Kjo temë domethënë është shumë domethënë na jemi të pafuqishëm për me vërtetuar një gjë të tillë. Fakti është që ka pas shoqata arabe, po ka shoqata nga mbar bota, domethënë çdo shtet nëse ka pas 10-15 shoqata arabe ose 20, i ka pas edhe 100 ose 200 shoqata botnore të tjera domethënë. A ka mundësi me pas keq përdorime? Realisht, logjikisht ekziston ajo citat. Mirë po, për ta vërtetuar një gjë të tillë duhen fakte dhe argumente domethënë. Letë është ta plasosh domethënë si
si ballon mediatik punën e shpërlarjes parave, sepse është njëra prej argumenteve që mas tepër më e përdorin kur dojnë dikën ta diskreditojnë faktikisht edhe t'ja nxjin fytyrën që themi në gjuhën tonë. Mirë po realisht ajo ka nevojë për fakte dhe argumente. Dhe në tash për shembull flitet për shpërlarje të parave, realisht domthonë nxjerrën pyetje 5.000, 6.000, 7.000 euro për shembull. Kjo përsëri domthonë cilë me dyshuar, po kjo është për një më apo thjesht domthonë është mohabet që metodën me argumentu ose me justifiku veprimin e tyre. Dhe se nëse ka fakte dhe argumente, atë normalisht duhet atë ti publikojnë ato fakte dhe sipas tyre të veprohet. Edhe normalisht aty ka dhe ligje dhe ka gjoba dhe ka sanksionet, se ka mundësi me qenë gjoba ekonomike, ka mundësi me qenë edhe dënimi më të mëdha. Ama në një shtet ku për shembull njëri që kapet me shpërdorim 200 milion domethënë eurove, lirohet me kusht për shembull, tash tjetër kapet me akuzë se ka bërë shpërlarje të parave, edhe kjo domethënë zgjon domethënë që shkurështën edhe pyetën në thuvall sa është kjo më e drejtë, ose kemi raste të ish politikanëve domethënë që janë kapur me qindra mijë euro domethënë, edhe për to nuk ka vlerë i njëjti ligj, atëra ku është këtë rast faktikisht drejtësia. Pra këtë dilema domosë kjo vijë nuk është përcjell, nuk është kjo vijë e logjikës së argumentimit, nuk është përcjell me të gjitha rastet që kanë ndodhur në Kosovë, madje edhe gazetarë që nuk janë shumë islamofil e kanë paraqit këtë dilemë domosë se sa është kjo e drejtë, kjo tregon se domosë ka diçka që nuk shkon këtë domosë fushat dhe këtë logjikë të argumentimit. A janë domosë se këto është krijuar ideja që muslimanët janë faktor kryesor i gjithë ky problem të trojë tona. A janë muslimanët problem apo kjo është një fasadë për t'ia bërë qefën të huajve? Vallë, unë personalisht nuk besoj se muslimanët janë faktor, domethënë faktikisht për këtë situatë keqe. Bile unë kam thënë për disa emisione tjera se paraqitja e muslimanëve domethënë në formë të këtillë, faktikisht si dele e zezë brenda trungut domethënë kombëtar, fillimisht është gabim kombëtar. Se ndërkombëtarisht i jep domethënë ngjyrë negative faktikisht këtë kombit tanë. E dyta, nëse nuk është e drejtë, është domethënë gjithashtu edhe gabim në anën tjetër, sepse padrejtësia nuk sjell fryte, nuk sjell domethënë rezultate pozitive. Dhe ajo që nëse bëjmë një krahasim na për shembull veprimet e muslimanëve dhe veprimet e strukturave tjera, pa më parasysh ngjyrën fetare. Për shembull ti ke në tokat shqiptare ti ke vrasje politike, alot pas bardhuna, janë me dhjetra madje me qindra raste të vrasjeve politike, revanshizmit politik. Ki gjithashtu me dhjetra raste të kidnapimit me prapavi politike. Ti ke gjithashtu me dhjetra raste të atentateve me prapavi politike, të vendimit të tritolit në vetura dhe shpërthimit të tyre në vende publike. Fatkeqësisht do të janë një pjesë e madhe të tyre të pasbardhuna. E tash në anën tjetër të muslimanët nuk i asnjë rast në të veprimit terrorist ose të veprimit domethënë kriminal ose të veprimit keq përdorimit detyrës ose pozitës ose të mirave domethënë publike. Edhe përsëri me avon këtë zhurmë të madhe ose domethënë këtë hapësirë të madhe të akuzës të këtimit, nuk më duket që është e drejtë edhe e saktë. Interesante është edhe përmbajtja e muslimanëve në këtë rast. Nuk dolen të shajnë, nuk dolen të protestojnë. Po mendoj kjo është, aty ka dy elemente që tregojnë se si do të vepronte një terrorist edhe për shembull fillimisht të gjithë ata kur janë marrë domethënë prej policisë janë sjellë në mënyrë shumë qetë dhe normale. Domethënë i kanë ndihmë edhe policinë sikurse policia e vetë. Madje deklaratat e shefjetit pas domethënë marrjes bisede informative për radhë varga që ndodhet lavt i plot për veprimin e policisë. Që ata kanë ditë si vetë domethënë faktikisht terroristi dëshon të krijon panik, edhe normalisht i shef të gjithë ata që janë për ballëti si armiq dhe ashtu i trajton atë. Edhe në ballafaqim me ta e shpet e gërësin e ti. Këta e kam botë kundër të domethënë. Edhe e dyta, sjellja e popullatës domethënë ose i tharëve të tyre që janë domethënë me qindra dhe mira, domethënë çdo hoxh xhamin e tij për xhumë minimum i ka prej 1000 deri në 2000 xhamat, domethënë mos flasim ata që ndjekin pastaj nga jashtë dhe shihet kjo prej rrjeteve sociale. Gjithashtu qetësia e tyre tregon se domethënë ata janë për të respektuar faktikisht shtetin, mirë po nuk dojnë që ky shtet keq përdoret nga pushteti aktual që është domethënë, edhe të jepet një dëm kezes sepse për këtë shtet
dhe është ëndru vite me radhë, dekada me radhë, është kontribuar, është sakrifikuar, i gjithë popullin në formë direkte apo indirekte ka kontribuar për ndërtimin ose për arritjen e ta gëzojmë këtë shtet. Edhe normalisht secili prej neve nuk dëshiron që ky shtet të keq përdoret o të jepet dëm kezes nga një pushtet aktual i cili ka agjenda të veta të caktuar. Tash ndoshta edhe vetë pushteti nuk e bën ose ja imponon dikush. Me rëndësia është që këtë dëm që mbetet pasaj shtetit edhe në historinë e shtetit mbetet si një veprim ku në bazë pa drejt është akuzuar një numër i madh, është stigmatizuar një numër i madh pa fakte dhe argumente të mjaftueshme për të akuzuar në këtë nivel. Veç që kanë filluar mediat domethënë ato të Ballkanit e kështu me radhë që ta citojnë këto ajo që ka ndodhur tek ne, arrestimi numrave të mëdhej të sipas të vehabistëve dhe kanë filluar ta marrin atë dëm për në keqi që po flesin. Po kjo është ajo që nuk e dëmton faktikisht shteti Kosovë shtet i ri, edhe do thotë ka nevojë normalisht, ka nevojë të dëshmon perëndimorizimin e tij. Kjo është e vërtetë. Mirë, po kjo formë nuk e besoj që e ndihmon. Madje për çet pozitë si një shtet i paaft për ta përcjellë situatën mirë dhe për të vepruar në mënyrë i thuhet medicinale, faktikisht si ndërhyrje kirurgjikale. Nëse ka, do të jetë veprim shumë i matur dhe shumë i kujdesshëm, sikurse kirurgu kur e bën operacionin, të merr pjesën e keqe në trup edhe ta lën trupin e paprekur. Ama kështu bëhet fushat në këtë formë, kam frikë se do të manifeston kjo edhe realitetin mjekësisë që është Kosovë, domethënë faktikisht edhe në politikë se nuk ka ndonjë mjekësi të avancuar, domethënë i mungon faktikisht zhvillimi, edhe ndoshta edhe në këtë rast faktikisht është vepruar në këtë formë dhe i është dhënë një hon negative gjithë Kosovës edhe shoqërisë kosovare që normalisht të gjithë na jemi kundër asaj që kësi lloj stigmatizimi dhe kësi lloj ngjyrosje të jepet kur realiteti nuk është i këtillë. Këto arrestime kanë shkaktuar edhe atë mërzinë të shumica e xhamatëve. A është ndonjë shenjë? Është një lloj zhgënjimi. Është një lloj zhgënjimi sepse ashtu si e kuptoj unë nga larg, po edhe vetë domethënë për veti personalisht, na kemi prit për Kosovës do të tamam të jetë pasi që është shtet i ri, shtet me të gjitha parametrat e një shteti të zhvilluar perëndimor, ku do të jetë shembull për tërë Ballkanin, pasi që nuk ka gjëra të trashëguara nga e kaluara në shtet formim, pasi që është shtet i ri, dhe udhëhiqet për një strukturë të re politikanësh, ata pasi që janë komunikim të vazhdueshëm me perëndimin, do të japin një model të një shteti modern, bashkohor, të zhvilluar, do të thotë edhe funksional. Edhe normalisht dështimet e vazhdueshme të shtetit arsyetoheshin se është herët edhe pak. E tash pa sa ndërtu shtetin të rësisht, pa e zhvillu në nivel domethënë të shteteve botnore të zhvilluara të përparuara, ndodh faktikisht për një herë një lloj, si më thon, kthimi edhe një lloj manifestimi një logjike ballkanike po nga sistemet e kaluara. Edhe u befasu njerëzit, edhe u zhgënjën se na pritshmi domthonë zhvillim, liri, do të demokraci të vërtet, kuptimin e lirisë së mendimit edhe debatimit rreth mendimeve, doli shesh domthonë se jo ka dhe forma tjera në cilat veprohet, është zhgënjim domthonë i madh, edhe normalisht është shqetësim pastaj në një anë sepse janë burgos njerëz që ata janë rrit me ta, njerëz që janë edukuar për tyre, njerëz që janë inspiruar për tyre, njerëz që kanë qenë shembull të tyre, njerëz që kanë qenë heroj të tyre, dhe padyshim se kjo është domethënë një goditje shumë e madhe dhe shumë e rëndësishme, se po të ishte një ose dy, do të kishte një farë lloj logjike, po kur bëhet fjalë për një numër më të madh, figura që kanë kontribuar në dy nivele. Para kanë kontribuar domosdoshmë sikur të thash në korrigjimin e gabimeve të vetërive në kuptimin e veprimeve kriminale që janë qoftë vjedhja, qoftë narkomania ose droga, ose do thotë veprimet që janë jashtëligjore, duke i thirrur se këto janë haram fetarisht dhe ti duhesh të bësh njëri pozitiv në shoqëri dhe të kontribuosh për zhvillimin e shtetit dhe shoqërisë, duke i integruar domethënë të tjerë individ në të gjitha institucionet shtetërore që ata të jenë shembull i veprimit maksimalisht të ndershëm, duke e kryer obligimin dhe duke mos e keq përdorur pozitën.
Kjo ka qenë thirrja e vazhdueshme e atyre hoxhallarëve. Në anën tjetër, duke mbrojtur për të njëjtën rini nga mendimet të cilat mund të çojnë njeriu në ekstremizëm, duke parë padrejtësitë e mëdha që bëhen andej edhe këndej, edhe ata kanë qenë domosdoshmë decet edhe të qartë në këtë drejtim, domosdoshmë në shumë deklarime të veta, sepse janë kundër çdo lloj ekstremizmi dhe veprimi në emër të fesë i cili nuk përputhet me burimet e fesë dhe pastaj nuk përputhet me qëndrimin e dietarëve eminent të botës islame. Dhe ato gjëra kanë qenë publike dhe për këtë shkak pastaj ndodh edhe ajo hidhërimi dhe më i madh. Këta që kontribuojnë për stabilitet dhe qetësi burgosen, vend se ata të hipet atyve medalje dhe të dekorohen, ata burgosen atëre çfarë mesazhi jep kjo? Thu vallë, domethënë, ti je kriminal që ka më mirë apo ti je i ndershëm që ka më mirë? Ti kontribuosh për stabilitet edhe qetësi apo të kontribuosh për të destabilitet? Vetëm nëse ka qenë qëllimi i kësaj të krijohet një lloj destabiliteti, pastaj që domosdoshmë mbulon, ndoshta domosdoshmë situata të tjera të cilat na nuk e di. Nëse përsëriten këto hapa përsëri, a duhet ndërmarrim diçka tjetër apo duhet të rebelohemi? Ja, rebelimi nuk është zgjidhje, domethënë, faktikisht ne si besimtar e kuptojmë domethënë edhe padrejtësinë që i bën domethënë të gjithëve si individ, po konkretisht këtë rast figurave eminente, liderëve fetar, e kuptojmë si pjesë e sprovës në jetë, domethënë, në cila i ndodh edhe besimtarëve të devotshëm edhe besimtarëve të mirë, i ka ndodhur imamëve, do thotë më të hershëm, ka mundësi të ndodhë edhe sot. Jo kjo që ta justifikon padrejtësinë që bëhet atyre, thjesht është një koncept fetar i cili kupton këtë si sprovë dhe sprovën domosdoshmë e përballojmë me devotshmëri dhe mbështetje në Zot. Dhe normalisht duke shfrytzuar të gjitha mekanizmat domosdoshmë e mundshme ligjore që i mundson domosdoshmë ligji i shtetit për të mbrojtur nga padrejtësia që u bëhet. Edhe është e hoxhallarëve Bashkisë Islame të Kosovës, hoxhallarëve shoqatave civile, xhamati që të organizohen në forma të ndryshme për të artikuluar domethënë refuzimin e kësaj padrejtësie që i bën ty hoxhallarëve duke qenë të bindur se ata janë të pafajshëm. Edhe kjo është edhe juridikisht e tillë, domethënë ata fillimisht janë të pafajshëm derisa të vërtetohet se domethënë kanë faj. Të refuzohet kjo padrejtësi në bazë të këtij parimit dhe e dyta domethënë të shfrytëzohen të gjitha mekanizmat ligjore që ekzistojnë domethënë në shtet për të dalë në mbrojtje të tyre dhe që sa më shpejt ata të lirohen, të kthehen vatrave të familjes dhe normalisht të kthehen detyrave të veta dhe të shërbejnë këtë popull dhe këtë vend dhe këtë shtet në format që ata i shërbejnë. Sa mendoni që Bashkia Islame është e rujt këtë rol? Parimisht Bashkia Islame e Kosovës do thotë ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm, do thotë në të gjitha fazat e së ndërtimit të shtetit të Kosovës, që nga koha kur ka qenë Kosova nën okupimin serb, kur i ka ofruar të gjitha objektet e veta në shërbim të gjitha interesave kombëtare dhe ka vazhduar domethënë edhe në kohën e luftës në Kosovë dhe pastaj është munduar maksimalisht të ofron do thotë dhe të ndihmon shoqërinë kosovare duke prodhuar kuadra të afta intelektualisht fetarisht që të jenë në nivel të përgjegjësive dhe detyrave të veta. Dhe padyshim se ata edhe punësimin e këtyre hoxhallarëve që kanë bërë institucionet e veta kanë bërë bazë domethënë të këtyre përcaktimeve që i kanë ata. Dhe normalisht është një kontribut shumë i madh për shoqërinë kosovare. Mundësitë e veprimit vazhdimisht ekzistojnë, domethënë ata kanë përdorur disa mekanizme, kanë dorë me deklarata, por unë mendoj se duhet vazhdohet domethënë të mbrohet integriteti i imamit edhe në punësit të vet, domethënë, pasi që në këtë rast flitet domethënë për ligje spekulative ose domethënë ku është vështirë të deklarohet qartë më të kanë është ajo që e prish rendin kushtetues. Edhe në këtë rand për shembull nuk është e drejtë kushtetutare liria e besimit edhe shprehjes. Nëse domethënë çdo shprehje që nuk i pëlqen domethënë dikujt bëhet shkak për të burgosur tjetrin, atëherë këtë rand faktikisht kjo është janë hapat e parë rreth një diktaturë për të kaluar në një diktaturë. Edhe padyshim se askush për neve nuk dëshiron që të ketë diktaturë në vendin ku ai jeton. Është përmendur edhe si shkak i arrestimit të ka qenë që Shqipërinë do ta vizitojë Papa Francesco. Mendoni që ka lidhje këtë diçka? Nëse kjo ka qenë për këtë shkak, atëherë gjithashtu domethënë shifa se jo e qartë është ose është veprim që e rikthen sipas asaj që e lexova unë nga
njerëz që kanë pas provoja të tilla në kohën e komunizmit, kur Tito ka vizituar Kosovën, të gjithë ata që kanë qenë në listën e irredentistave dhe nacionalistave janë burgos, ato ditë që ka qenë Tito në vizitë Kosovës. Faktisht edhe kjo atëre tregon se domthonë është duke u kopjuar faktisht një veprim i sistemit monist në një kohë të sistemit domthonë pluralist. Ka lidhje nëse ai po vjen në Shqipëri, jo në Kosovë. Po jo, si do nëse qarkullimi i lirë mes Kosovës edhe Shqipërisë, për shembull ajo logjika e njerëzve që mirën me sigurimin e personave, domethënë VIP personave që quhet, ekziston, mirë po unë jam i bindur se këta hoxhallar që janë marrë domethënë po të kërkohej për ty me domethënë me biseda miqësore, domethënë që ata mos bëjnë lëvizje për shembull ose domethënë të japin garanca të caktuara se do të ketë kur një farë domethënë probleme gjatë vizitës, ata do të kenë dhënë vetë ju, madje do të kishin bë ata vetë do të kishin ndëjtë shtëpiat e tyre ose në xhamiat e tyre dhe s'kishin më bë lëvizje vetëm për të krijuar një farë lloj qetësie të brendshme domethënë te ajo logjika e njerëzve që mirë me sigurimin e VIP personave për mos ndodhë një gjë e tillë. Mirë, po kjo më tepër anon ka nënçmimi dhe domethënë devalvimi i vlerave atyre se sa ka domethënë sigurimi fizik i mysafirit që i vjen në Shqipëri. A keni jo problem me papën? Musliman nuk kanë problem, muslimanët shqiptarë sidomos nuk kanë problem, domethënë kjo nuk është edhe e parë që vizitohet Shqipëria domethënë nga një figurë e madhe e botës katolike, nga figura më e madhe e botës katolike, ka qenë edhe më herët, do thotë që do thotë ka kaluar si është më mirë dhe këtë rast do të kalon si është më smiti, do thotë pasi që muslimanët shqiptar vazhdimisht e kanë dhënë domethënë shembullin dhe kanë kaluar testin e mirëkuptimit dhe harmonisë ndërfetare, kështu që domethënë nuk është problemi as personal, nuk është as teologjik, faktikisht ai debati fetar bëhet në rrafshet intelektuale fetare. Nuk janë probleme personale, nuk kështu që asnjë musliman nuk i shkon ndërmend të bën një veprim me cilin do të dëmkosë gjithë populli vet. Përkundazi do thotë të gjithë hoxhallarët sugjerojnë domosdoshmë edhe këshillojnë që njerëzit muslimanët mos bëjnë veprime me të cilat do thotë ngjyros negativisht të gjithë komunitetin të cilit i përket ai. Edhe kjo është përgjegjësia e madhe, andaj jo rastësisht për obligime që ka muslimani është të rregullon raportet me shoqërinë ku ai jeton. Dhe të jetë i mirë ndaj tyre. Edhe madje fetarisht domethënë edhe raportet ndaj Zotit nuk mund të jenë të plota nëse njeriu nuk i ka raportet me shoqërinë ku jeton në rregull. Dhe për këtë shkak do thotë është irrelevante do thotë kjo imagjinatë e cila domethënë si situata krijohet se kënse do musliman kanë problem me të dhe kërcënohet do thotë siguria e tij prej muslimanëve për shkak se dikush mund ta merr guximin të mendon në këtë formë. Përkundazi domethënë të gjithë muslimanët pa përjashtim bashkitë fetare islame, hoxhallarët dhe muslimanët e thjesht as nuk i shkon mendja të mendojnë keq në këtë rast e jo mod veprojnë keq. Po krishterët janë problem për muslimanët. Gjithashtu do të njëjtë vlen kur s'ke tip probleme figurat më të mëdha, më të spikatuara fetare me to pse të kesh problem domthonë bashkëtesja e muslimanëve në Ballkan nuk është e sodit, është me qindra vite, me shekuj, edhe kjo ka dëshmuar sikurse e kemi dëshmuar në lagjet tona ku jetojmë faktikisht, në Shkup këtu ne jetojmë në lagje të vjetra ku ka dhe muslimanë dhe krishterë. Edhe asnjëherë nuk ka pas incidente mes tyre në bazë fetare. Nuk ka pas, përkundazi ka pas bashkëtesë, edhe të gjithë plesht do thotë e konfirmojnë një gjë të tillë dhe kjo vazhdon të jetë e tillë, se feja të mëson të respektosh domosdoshmë komshin. Pa marr parasysh çfarë domosdoshmë feja ka e komshiut. Edhe kjo është obligim fetar faktikisht. Po gjithashtu obligohesh të respektosh njeriu, i cili është i drejtë, është domosdoshmë nuk bën padrejtësi, i cili nuk të sulmon, nuk të armiqson. Edhe kësi raste domosdoshmë nuk kanë muslimanët asnjëherë edhe s'kan pas, por shembull muslimanët kanë jetuar edhe si individ, po edhe si kolektivitete në shoqëri, domosdoshmë në komshillok me krishterët edhe do thotë nuk ka pas kësi armiqësie të cilën sot mundohet dikush ta paraqesë sikurse luftë mes dy botra. Përkundazi domosdoshmë ka debat, ka polemika, ka argumentime, kjo ekziston, ka ekzistuar në kaluar, ekziston edhe sot. Mirë po s'ka imponime, se fundit feja nuk imponohet me dhomë, feja islame konkretisht. Shumë intelektual dërguan letër papës duke thonë që për shpenzimet e shumta që u bën për pritjen e tij, pastaj fasadet që mundohet t'i hedhë perëndimit, qeveria e Shqipërisë, e qeveri tjera tona shqiptare. Duhet diskutu këtë punë. Ajo është më problemi joni, nuk ka të bënë domethënë me papën edhe me tjerët. Është problemi se sikur që kishte shpreh njëri në një letër publike drejtuar papës, kishte përmendur shumë elemente interesante. I paraqet dy probleme. E para mungesën e zhvillimit vazhdueshëm infrastrukturor shteteve tona.
tash Prishtinën edhe Shqipërinë edhe Kosovën edhe Maqedoninë, dhe një improvizim i rregullimit infrastrukturor me rastin e vizitës domethënë Papas, që tregon një dyftyrsi, mos them më shumë se kjo që nuk është e rarë, na jetojmë vazhdimisht në këto ambiente, ato ambiente sikurse janë të rëndësishme, janë të mira dhe të pastra për te, gjithashtu do të qenë edhe për neve të pastra dhe të mira. Edhe besoj që edhe ai mysafir nuk do të ishte i kënaqur që vetë kalon në rrugë të pastër e pasi shkon ai të vazhdojmë na të kalojmë në rrugë të papastër, se fundit nuk është humane ajo një gjë e tillë. E dyta, delshesh gjithashtu një lloj dyftyrësie ku njerëzit që s'kan lidhje me fen as pak, janë ateista apo agnostika, apo njerëzit domethënë që fet tyve kanë domethënë pushtetin ose kanë pasurinë, paraqiten paradisi shumë fetare. Dhe kjo është fenomen i cili është irritues padyshim, domethënë mas paku që mund të thuhet. Baram të shqiptar të kona jo, domethënë paraqitur me burr ashtu si je. Nëse je fetar, paraqitu fetar. Nëse si je fetar, paraqitu si je fetar. E tash, jo për interesa domethënë caktuar të medias pushtetit paraqitesh domethënë se thotë ai fjala pas e njohur më katolik se papa. Sepse fundit nëse është ai mashtimi nuk zgjat shumë kohë dhe normalisht se ata si shtet dhe institucionet që kanë, ata kanë edhe informata dhe detale për njerëzit që me cilët do të kontaktojnë. Domethënë nuk është thjesht që ti arrite për një moment ti paraqitet ti ndryshe çka je dhe ai do thotë e besoj atë situatë. Kur ai ka institucione të caktuara që miren domethënë me njohjen e profileve të njerëzve me cilët do të ketë kontakte. Dhe për këtë shkak është gjithashtu jo shqiptare, normalisht edhe jo humane që njerëzit që s'kan lidhje me fenë ose janë shumë larg fesë, në moment caktuar paraqiten domethënë aq fetar ose domethënë aq respektues domethënë e figurës si sa realisht domethënë nuk është. Vetëm edhe kryeministri i Shqipërisë tha që qysh kur kam qenë i vogël, kam qenë i pagëzuar si i krishtet. Tani pas një kohë gjatë që këta nuk e cekën. Sidoqoftë kjo është domethënë aksi shembull të tjera që do të jenë domethënë mysafir në atë eveniment, në atë moment, do të ketë edhe më domethënë situata më tragjike se sa kjo. Këtu na kanë arritur disa komente, se të lexojmë thotë Hoxha mendon që hoxhallarët e Kosovës pas rastit të Shefqetit me Terezën dhe Irfanin me femrat e zhveshura është dashur me ditë edhe me pritje ndodhi të tillë. Ja, domthon ka dallim faktikisht, është fakt se ligjërimi publik ka nevojë për kujdesje dhe vëmendje të vokabularit që përdoret. Është e vërtetë, domthon dhe gabimet në shprehje, gabimet në artikulim të mendimeve mund të jenë shkak domthon për keq kuptime dhe pastaj të kenë pasojë ata. Mirë po, pse njeriu gabon në shprehje ose vokabular ose keq kuptohet ose keq citohet, pastaj ato i bashkangjiten, zakonisht që nuk do të thonë që patjetër duhet më burgos njeriu. Edhe është e palogjikshme njeriu me prit me ardh domthon deri te burgosja për shkak se njeriu do më ka shpeni mendim vetin në formë gabume. Se përse them, kjo atë të kënë në situatën e komunizmit një mendësizëm. Përkundrazi, në sistemet pluraliste është debati publik, ai i cili do thotë i detyron njerëzit që nëse janë shpreh gabimisht ose kanë mendime të gabuara, mbas fakteve dhe argumenteve të korrigjohen ato edhe të kërkohet falje publike, nëse është për të kërkuar falje publike, edhe të vazhdohet më tutje domethënë të artikulohet mendimi me fakte dhe me argumente. Fatkeqësia është që edhe në këtë rast domethënë shoqëria civile është shumë pasive, në kuptimin që frigohet me dalë me qëndrimet e veta në bazë të parimeve të veta, demokracisë e të drejtave të njeriut, që na duhet të respektojmë pafajësinë e njerëzve. Dhe mos lejohet për shembull që në titujt në për TV kryesore të Kosovës flitet për terrorizëm, kur alas është faktuar një gjë e tillë, domethënë. Thjesht ato janë akuza, domethënë, edhe realisht shumë veta nuk ka akuzë për terrorizëm, ka akuzë për thirrje të rendit kushtetues edhe shpërlarje të parës ose nxitje domethënë. Ama për terrorizëm nuk ka, kështu që ti heqësh këto elemente ta lash vetëm terrorizmin të sfikat të vazhdimisht të nguritet me njerëzve, është keq përdorim mediatik i këtë situatës domethënë dhe ja shton problemin faktikisht. E shoqëria civile është ajo që lund atë llojin e amortizuesit, domethënë mes pushtetit edhe shtresave që bëhet padrejtësi në kuptimin ka dalë një rrezikon këtu. Ka një dukuri, ka një fenomen, duhet të analizojmë, studiojmë, të mbledhim fakte argumente. Nëse ka, ai që ka fyer ligjet dënohet, ai që s'ka fyer, domethënë lirohet, ama kështu të stigmatizohet një grup i tërë domethënë
që nuk kanë ndonjë lirshmëri, domethënë as rajonale, as domethënë ideologjike, me thon kështu kushtimisht, është padyshim stigmatizim i cili nuk tolerohet dhe krijon faktikisht ajo që është shumë e dhëmshme për mua personalisht, se krijon faktikisht një fillim të mosbesimit në shtetin tonë. Shtetin që na prit na me shumë flak të madhe, me shumë vullnet, me shumë dëshirë, e tani faktikisht duke ala pa u përfunduar ndërtimi i shtetit, pa arrit kulmin e ndërtimit edhe pavarësisë totale, domethënë, ndodhin këto veprime që fillon populli dyshon në vetë drejtsinë e shtetit vet, kjo padyshim është hap shumë i rrezikshëm në planin e fatgjatë të ndërtimit të shtetit të Kosovës. Dje u thoya kështu me një linjë të autobuseve dhe shumica e diskutimeve në autobus ishin këto arrestimet e fundit. A keni lexuar, a ke pa çuçi arrestuar kështu. Kështu edhe popullata përshqiet që nuk mendon që këtë rast shteti ka të drejtë. Po shija domosdoshmë se ka shumë elemente që na i përmendëm në këtë bisedë që tregojnë se këtu ka ose amatorizëm të madh që se besojnë këtë rast, pasi që ka edhe mbikëqyrje, ose do thotë është i skenim dhe improvizim i cili detyrimisht domethënë nuk mundet me mbet faktikisht bindës për një pjesë të madhe të popullatës. Se improvizimet dhe skenimet u del ajo dalin faktikisht elemente për shembull të paqarta në formën e veprimit, do thotë ata nuk e kanë pas qartë a kanë më marrë 40 tetor, a kanë më marrë pas edhe 40 tetor, pastaj kanë më marrë 30 ditë. Këtë kjo shef se ata kanë menduar se kjo ka më shku shumë më lehtë ose këtë më ndryshe, realisht ka dalë se s'kan as fakte për me mujt ata me çuket fushasi pas asaj që e kanë planifikuar vetë. Edhe normalisht të popullit del se edhe kjo gjithashtu është domethënë problem, se nëse shteti nuk arrin të ngre ose të krijon lojalitetin e popullit me shërbimet që e ofron, nuk mundet me i detyru ata me dash shtetin me dhonë. Sepse gjitha domethënë mund t'ja japësh çdo send në dashurinë, s'mund t'ja krijosh me dhonë. Përkundrazi domethënë, dashuria do të krijohet faktikisht me ofertë që jep, me ngrohtësinë që jep. Edhe në këtë rast domosdoshmë shteti i Kosovës ndaj këtyre është dashur mos sjell në mokesi si prindin me fëmijët e vet, jo si ndonjëherë ka me fëmijët e burrit vet, domethënë. Kjo faktikisht këtë rast fatkeqësisht ka një lloj të këtill të veprimit. Xhamatli thotë çfarë duhet bëjmë ne tash për hoxhallarët e arrestuar. Edhe vëllezërit gjithashtu që mos t'i harrojmë se ata janë një kohë më gjatë se këta. Unë mendoj se për të gjithë, do të fillimisht duhet lutemi Allahut të Madhërisëm që t'i mbron nga padrejtësia të gjithë besimtarët, sidomos ata që për momentin janë të burgosur, pafajsisht, pasi që s'ka fakte dhe argument gjerë më tani. E dyta, duhet domethënë të gjithë na të shprehim, manifestojmë refuzimin në kësaj padrejtësie që u bëhet atyre në mënyrë domethënë, tash mënyrat e ndryshme ekzistojnë, qoftë duke komentuar, qoftë duke shkruar statuse në rrjetet sociale, duke dërguar letra ambasadave relevante, OPSES, Këshillit për Mbrojtjen e Drejtave të Njerëzit, Komitetit Helsinki për Drejtat e Njerëzit, organizatave ndërkombëtare që janë këtë drejtim. Treta, duhet vizitu familjarët e tyre, për të shprehë domethënë për krahje solidaritet, domethënë për të ofruar ndihmë nëse janë ata që kanë nevojë për ndihmë materiale. Dhe gjithashtu për të kërkuar për të gjitha institucioneve relevante, këtë rast Bashkia Islame konkretisht, të ndërhyjnë për të mbrojtur figurën e imamit, e hoxhës, pastaj domethënë edhe për gjitha institucioneve tjera, edhe gjyqit, edhe partive politike, që do thotë kjo tollovi dhe kjo fushat që është bën është e dëmshme dhe rrezikshme për gjithë shoqërinë kosovare dhe për shtetin e Kosovës, dhe domethënë të gjitha format tjera pastaj që i lejon ligji dhe mendojnë domethënë hoxhallarët, aktivistët, Bashkia Islame se janë veprime të matura dhe të sakta dhe të vlefshme për momentin e caktuar për ta shprehur domethënë për ta artikuluar këtë refuzim dhe këtë indinjat domethënë me rastin e burgosis të tyre. Gjatë kësaj kohe dhe ndodhet edhe djegja e flamurit ku aty shkruan la ilaha illallah. Keni pas një reagim tuaj në Facebook? Wallahi ishte ajo domethënë provokim e tash që
Pra themi, ndodhin shumë momente, dy gjëra, një kohë të shkurtër, një pas një, domethënë burgosja 40 kusur njerëzve, pastaj djegja e flamurit, pastaj burgosja e xhallamit. Edhe ai ishte provokim, domethënë, fakti është se do thotë të gjithë na jemi kundër çdo lloj terrorizmi. Dhe daljet e reagimeve të selektuara, ka shi një terrorizmi me ngjyrë të caktuar dhe heshtja e terrorizmeve tjera, tregon e para mungesë konsekvencës, vazhdueshmërisë domethënë qëndrime, e dyta domethënë tregon një shije selektive, faktikisht nuk i bësh ti me terrorizmin si fenomen, po thjesht me zona të caktuara të botës ki probleme. Se të kur ndodhi faktikisht akti terrorist i Anderson Breivikit në Norvegji, ku vranë domethënë 75 njerëz, mes tyre pat edhe shqiptar, ati nuk pat reagime, nuk pat domethënë djegje as flamureve as edhe ai e shqiptoi dhe e mbron teorinë se këtë ka bën bazë besimit të vet krishter. Se rrezikohet domethënë krishtërimi nga emigrantët muslimanë që vinë atje. Dhe unë ja hakmirem kësaj partie në pushtet për shkak se ajo është liberale ndaj emigrantëve. Edhe ai ka domethënë teori të elaboruar me qindra faqe. Faktikisht ka punim shkencor të vetin ku e elaboron gjë të tilla. Edhe aty u hesht faktikisht. Në anën tjetër kur shfaqen domethënë struktura ngjajshme ose më të rrezikshme, po thjesht që janë problematike domethënë për botën, këtu gjen reagimin edhe normalisht kjo shihet se edhe kjo është me prapavi, nuk është shumë e qëllim, sidomos kur në atje djegën një maksim historike, islame, e shenjtë, do të që zguxojnë shtetet e ndryshme të botës. Është interesant për shembull në gjithë botën, në Kombet e Bashkuara, kur ulen flamurit e shteteve për ndonjë rast tragjedie, flamuri la ilaha illallah i Saudisë që është nuk ulet, se është me marrëveshje ndërkombëtare, se ky flamur mbetet domethënë i tillë faktikisht. E kur me marrëveshje ndërkombëtare këtë bota ka pranuar domethënë që mos të nënçmohat faktikisht se kjo është maksim, kjo është ndjenjë, kjo është besim, shenjtëri e çdo besimtar, 1,7 miliard muslimanëve. Ata të ri, ja nuk e kanë ditë këtë punë, ja kanë bërë me qëllim domethënë që ngjallin provokime të vazhdueshme që të ketë arsye nesër për të bërë domethënë burgosje të vazhdueshme të njerëzve duke etiketuar si për krahas domethënë të grupeve terroriste ose si njerëz domethënë radikal ose ekstremista. Po ata që e morën që si domethënë maksimin e tauhidit në shfrytëzim dhe e keq përdorën. Kjo vlen njëjtë edhe për ata vlen. Njëjtë edhe ata nuk kanë të drejtë në keq përdorë domethënë maksimin e tauhidit për të manifestuar mendimet e veta të një grupi të caktuar që numëron domethënë 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 njerëz. Edhe me vetë faktin se numri që ndjekin një ide të tillë është i kufizuar, tregon se nuk është mendim autokton i botës islame. Se bota islame numëron 1,7 miliard muslimanë dhe shumica domethënë nuk janë me këtë mendim. Dhe për këtë shkak ti atribuosh ti këtë mendim këtë islamit, pastaj domethënë është gjithashtu gabim në vete. Dhe Muata Hoxhallar që janë burgos janë kanë shumë decet edhe të qartë domethënë në luftë në deklarimin e tyre kundër kësaj ideologjie dhe kundër këtij uzurpimi të maksimës së islamit edhe të adhurimeve të tjera domethënë të mëdha në emrin domethënë e grupit të tyre. Se fundi këto janë adhurime ku janë të hapura për të gjithë besimtarët, nuk është vetëm me tyre maksima la ilaha illallah. Edhe për atë që tash domethënë të barazosh ata me kundërshtarët e vet, edhe kjo është shumë e qartë se nuk mund të jetë e drejtë. Po tash këtu në Maqedoni ka hyrë koha e namazit të akşamit, që më në rregull të ta falim namazin, pastaj të vazhdojmë përsëri. E ju dëgjues nderuar, ju lëm në shoqëritë e ilahive. Selamun alejkum. Dëgjues të nderuar, kthehemi përsëri këtu në studion e Audionurit, drejt për drejt në Radio Pendim, me hoxhën e nderuar, Hoxh Beker Halimi. Hoxh, kjo situatë domethënë është llogaritur si sprovë. Sprova zakonisht dihen që është diçka e pakëndshme tek njeriu. Pse ju ndodhin sprovat njerëzve të mirë? Të them të drejtën, njëra prej formave që i bie ndërmend besimtarit muslimanit kur i shef këto situata të vështira, situata jo të këndshme që e mërzisin besimtarin, kur e shef se i bët padrejtësi një njeriu i cili mundohet të shërben shoqërinë për ka e mira, duke prish rahatlëkun e vet, komoditetin e vet për të kriju rahatlëk në familje të tjera. Dhe na jemi domethënë dëshmitar të shumë rasteve kur Hoxhallar për shembull futen pajtimin e gjaqeve. Për shembull,
ai lën shtëpinë e vet, fëmijët e vet, shkon e bën biseda me javë, me muj, herë me njërën palë, herë me tjetrën, e ajo ofendoj e shaj palën e pare, ki shaj ofendoj palën e dytë, e ki duron gjitha të muhabete ka 2-3 orë, 5 orë, do të thash me javë me muj që në fund atë dy do të evitojnë vazhdimin e vllavrasjes e të pajtohen. Edhe kështu shemë kemi shumë, alhamdulillah, dhe në të shumicën e rasteve xhallar domthon janë lojtar kyç faktikisht në e puna e divorceve, puna domethënë e problemeve të tjera më të vogla domethënë familjare. Tash këta njerëz me këtë bagazh kontributi të madh dhe të mirë pozitiv për shoqërinë. Edhe vini ndodhin këto padrejtësi, si kanë njeriu nuk mund ta percepton shnosh, por na si musliman, si besimtar, e kemi të sqaruar me këtë, do thotë fetarisht, ose sprovat kanë mundësi mi ndodh njëri të keq për shkak të gabimeve dhe gjunave që i bën, dhe kanë mundësi mi ndodh njëri të mirë. Për i thuhet për pastrimin e tij final, sikurse ari kur digjet në flak, edhe ato shiblat më të vogla të llomit digjen, edhe mbetet ari i pastër. Ashtu edhe tek hoxhallarët, edhe tek besimtarët e devotshëm, në sprovat e pastrojnë, e filtrojnë deri në, do thotë, fund atë njeri dhe e bëjnë faktikisht pa gabime, pa gjuna. Si që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashaddu an-nasi ibtila'an al-anbiya, njerëzit që më shumë të sprovojnë janë të dërguarit e Zotit. Edhe kjo është, këtu fillon domethënë ajo, si ka mundësi dërguari i Zotit sprovohet, po dhe analizoj historinë e tyre. Për shembull historinë e Ademit alayhis salam, të parit. Pastaj Nuhut, pastaj me radhë Ibrahimit, Musës, pa më do sprova sa ka pas Musa alayhis salam. Pastaj Isës alayhis salam, Jezusit, të gjithë domethënë dihen vështirësitë në cilat ai ka përjetuar. Deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe lavdi Allah qoftë mbi gjithë pejgamberët. Edhe kjo është e para. Pastaj thot fel amthalu fel amthal. Pastaj ata që janë më afër pejgamberëve, edhe ata që janë më afër. Sipas afërsisë së pejgamberëve të vinë edhe sprova. Yubtal al-mar'u ala qadri dinihi. Njeriu sprovohet në bazë të fesë që ka. Idha wujida fi dinihi salabe, nëse vërejet se feja e tij është e fuqishme, zida fi bilaj, Allah ja shton sprovat. Nëse shef se s'mundet me duru, atër ja paksa. Hatta yamshi al-ardi wa laysa alayhi khatir, dhe sa vinë në të shkallë që të ecë mbi tokë pa pas asnjë mëkat. Kjo s'do me thonë me qenë fatalizëm, kuptimin që na çdo padrejtësi që na bëhet na me hesht, nuk e ka të kuptimin. Kuptimin e ka se besimtari duhet me konceptu këtë si sprovë nga Zoti, të cilën e largon me veprime të mira, veprime sakta, veprime duhura, që fillimisht e kënaqen Allahun e fuqishëm, pastaj janë edhe të urta dhe të sakta në momentin kur bëhen ato. Dhe në anën tjetër, domethënë, janë ngritje të shkallëve. Edhe te Zoti, po edhe te njerëzit. Zakonisht njerëzit që sprovohen padrejtësisht, ata bëhen heroj. Edhe kjo në gjithë historinë. Andë njëra prej gjëra që nuk e kanë para pa në ofanzivën e këtyre burgosjeve, ata që e kanë bë këtë skenar, është më kjo element, se kanë para pa se ky improvizim i këtyre akuzave, ata do t'i shndron në heroj të kësyt e shumicës e njerëzve, sikur se përmend në pak më herët. Edhe në këtë rast ndodh ajo që ka ndodhur me Abdullahin Gulamin, që tregon Allahu i lartë mëdhërisëm në surën El-Ukhdud, domethënë El-Buruj, është një kapitull i tërë ku flet për një ndodhi historike. Ka ndodhur në një mbretëri nga mbretëritë e kaluara, ku një djalosh e kupton se besimi në Zot është i vërtet e besimi njerëz si zotëra është i kotë. Dhe argumenton me argumentet e vetë, është tregimi i gjatë dhe historie e madhe, nuk duhet ta gjithë detalet i tregoj. Sidoqoftë, kur kupton mbreti se ky djalosh e refuzon atë si Zot, ai normalisht mundohet që ta kapë ta mbyt. Dhe provon të gjitha format dhe metodat. Mundohet
ta hudh atë prej majës malit, e të shkatrohet ai e të mbytet, nuk arrin sukses. Mundohet ta zhyt në thellësirat e detit, e ta mbyt, nuk arrin sukses. Po të përdor metoda të ndryshme, nuk arrin sukses. Edhe në fund djaloshi i thot atij, o mbret, ti nuk mund të më mbysësh ti mua përveç se në formën që të regojon. E cila është ajo formë? I thot, të marrish një shigjet për shigjetave të mia, të mëngjeresh në mejdanin kryesor, në sheshin e kryeqytetit tanë, të ftosh gjithë popullin të jenë pjesëmarrës në këtë ndodhi, edhe ai që do të dëgjuan me shigjetën time, të thot një fjalë. Në emrin të Allahut, Zotit të këtij djaloshit. Atë mund të më mbysësh edhe vrasësh. E ky mbreti do të i pasionum pas pushtetit dhe i trazum nga frika se nëse përhapet besimi në Zot edhe humbet besimin te, ai do ta humb pushtetin, është i gatshëm të bën çdo gjë, duke mos i parapa pasojat. Edhe bën sikur të thotë djaloshi se ai është binj se duhet ta shkatroj këtë njerëz. Nuk kam zgjidhje vetë se ti atë mirë me atij sepse nuk beson mua dhe me këtë do thotë dridh besimin tek të tjerët në te. Edhe bën si thotë ky djaloshi. Edhe i fton njerëzit, e merr shigjen e tij, shënjestarin më të mirë, thotë në emrin të Allahut, Zotit të djaloshit. Edhe shigjeta e godit në mollzën e faqes së tij. Edhe vdes djaloshi. Mirë, po çka ndodh? Ndodh ajo që ke nuk e kishte prit. I tërë popull kër e panët, do të skenë, thanë, amen na bi rabbil ghulam. Tani na i besojmë të gjithë Zotit e këtij djaloshit. Se nuk mundi mreti ta vret këtë djalosh përpos se në formën që ja tregoi ai. E kjo tregon se do thotë fjalët e tij që ka më fuqishme se fjalët e mbretit. Edhe po i besojmë na Zotit e këtij djaloshit e jo më mbreti si Zot. Atëherë u çmend edhe më shumë mbreti. Edhe urnoi ushtrin të hapë ndeqet, të mbush me zjarr e të djeg të gjithë njerëzit që i besonin Zotit e jo atij në ato hendeqe. Edhe filloi të hudh një nga një njerëzit. Derisa erdhi momenti një grua me foshnjë në gjinj u hament. Jo për vete, por u hament për shkak të foshnjës që kishte. Atëherë Allahu dhul bëri një mrekulli, foli foshnja dhe tha, oj nan duro se ti je në vërtet. Edhe atë nana duroj, edhe u gjej. Edhe Allah e përshkruan këtë domethënë në Kur'an, në surën Buruj, është mirë domethënë të lexohet një lloj ngritje moralit, edhe një lloj ngazëllimi, edhe ngushëllimi njëkohësisht, se kjo histori përsëritet domethënë padrejtia që bëhet njerëzve, por shpeshherë do zullumçari duke menduar si hakmirët dikujt padrejtisht, realisht atë e ngrit edhe më shumë. Edhe e bën heroj, edhe e bën domethënë njeri edhe më të madh. Edhe pas shak në këtë situatë besimtarit i mbetet të bën sabër, durim, të shton për kushtimin ndaj Zotit, të shton devotshmërinë, të braktisë mëkatet, edhe të shton përgjërimin dhe lutjet drejtuar Allahut të xhelal. Sa më shumë në mënyrë të sinqertë, në mënyrë domethënë të burojnë nga thellësia e zemrës, se Allahu subhanahu wa taala t'i mbron ata hoxhallar nga zullumi që u bën, por gjithashtu edhe gjithë popullin, edhe gjithë shtetin ta mbron nga çdo lloj padrejtie që bëhet, se te fundi fundit padrejtia do thotë i reflektohen shoqërisë, po i reflektohen edhe shtetit. Dhe na, unë si hoç personisht, ajo për shembull e mendoj shpesh pse duhet të flasim për këtë temë, më dhimbën shtetet tona. Sepse këto shtete kemi vujt na prej padrejtësive. Edhe nuk kemi të drejtë të lejojmë që na që kemi vujt nga padrejtësit të bëhemi tash domethënë të padrejtë. Na që kemi vujt nga xhelatët të bëhemi tani vetë xhelat. Na dëshirojmë që këto shtetet tona, këto popull ton, kombion shqiptar, të jeton shekuj me radhë, shtet të fuqishëm, të drejtë, të barabartë, do të edhe me zhvillim industrial, ekonomik, shkencor, edhe me normalisht në aspektin e besimit. Edhe këto veprime kanë frikë se domethënë do ta dëmtojnë zhvillimin, të cilin akoma se kemi filluar.
Edhe pra që neve në dhem kjo situatë, se përndu që po të ishim qështje personale ose qështje individesh, s'ka që mirë, po nëse vazhdohet me kësi lloj padrejësie dhe u bë domethënë grupeve të mëdha të shoqërisë, atëherë kjo faktikisht e prish rendin, edhe prish ballazinë, edhe prish drejtsinë dhe të gjithë pastaj do të digjem nga e flaka e padrejësisë e cila do të përhapet. Dhe na si besimtar duhet të intervenojmë për të domethënë ndal njerëzit kur bëhet padrejësia. Ne kemi porosinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Ndihmoje vëllain tan kur i bëhet zullum, edhe kur bën zullum. I thanë i dërguari i Allahut, e kuptojmë, ta ndihmojmë atë që i bëhet zullum. Ama si ta ndihmojmë zullumçarin, duke ndalë nga zullumi. Kuptimin duke vetëdijsu, kjo që e duke bësh zullum, padrejtësi. Ndalu se fundit jo vetëm ti, po edhe na gjithë do të digjemi nga pasojat e kësaj. Shteti do të digjet nga pasojat e kësaj. Nëse na kemi domosdoshmë dashuri edhe dëmshuri për këtë shtet që kemi ndërtuar me gjak edhe me lot, edhe me djerës të shumta, atëherë mos lejojmë neve, do të japim si pasqyrë të keqe për shkak domosdoshmë të disa keq kuptime ose për shkak të disa planifikime ose agjendave ose qëllimeve të një klani të caktuar në shoqërinë tonë. Dhe po e shkat në mona si besimtar, kur e kuptojmë këtë gjë çështu, në këtë formë atëherë mshetim me Allahu dhul xhelal, edhe të bindur në premtimet e Allahut e vazhdojmë rrugën. Do të edhe besimtarit nuk i ditë ku është më hajër. Në historinë islame, sikur se thamë pejgamberët janë torturuar, janë maltretuar, madje edhe janë vrarë. Po edhe besimtarët e devotshëm pas tyre, dietar që kanë arrit gradat e imamit, do thotë kalibër të madh të diturisë, edhe ata kanë pas momente të sprovave, edhe po nuk është ditë cili moment është më i mirë për ta. Ai që ka qenë do të jashtë burgut ose ai që ka qenë burg. Andaj kur burgosit Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, lexon ajetin kuranor, "Wadhuri bainahum bibab", edhe vendohet mes tyre një derë, nga ana e jashtme duket se është gazet, nga ana e brendshme është me rahmet. Edhe nuk dihet, unë dje lexosha për shembull mbrëmje vonë një koment, dikush për Drenicë tregon, thotë dy njerëz i njohur që kanë qenë në qeli, në burg servis, në hoxhën e Kren, dhe që nga ai moment ata kanë filluar namazin dhe falen vazhdimisht. E tani faktikisht takimi i tyre në qeli të burgut të servis, pas ka qenë mirësi, edhe për Ekremin edhe për ata dy njerëz. Se prej aty e kanë njoftë Allahun dhe kanë filluar namazin. Edhe kjo ka një logjik të vetë, domethënë nëse burgu është vend ku vendosin kriminalt, prania e këtyre njerëzve do të jetë element stabiliteti edhe qetësia në atë vend. Sa ata me sjelljen e tyre, me modestinë e tyre, me humanizmin e tyre, edukatën e lartë, edhe aty kanë me reflektu patjetër. Se fundi besimtari reflekton gjokon ku gjendet. Edhe do të ndihmon edhe aty të jetë element konstruktiv që ata njerëz që janë zakonisht të vrarë edhe të egër për shkak të dosjeve kriminale të kaluara, fillojnë edhe të zbuten edhe të pendohen, pakisht do të ndikon këshilla e kriminalëve shumë më shumë, sikurse kemi pas në raste, kemi pas edhe telefonata, edhe letra që na kanë dërguar njerëz prej burgjeve të ndryshme të Shqipërisë, të Maqedonisë, po edhe prej Kosovë, të njerëzve që kanë pas dosje shumë të rënda kriminale. Futjet e Burg dhe takimi besimtar i ka bërë ata që të pendohen. Edhe t'i bin pishman gjithë kalumësve, domethënë nuk arrit burgu me burgosjen t'i bën të pendohen nga e kaluara sa i ka bë feja. Edhe ky element është evident, jo vetëm në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, po edhe në Evropë. Do të xhallar që vizojnë burgjet, e tregojnë me dhjetra raste ku prania e tyre ka ndikuar që ata kriminalët pendohen nga e kaluara tyre dhe të fillojnë të bëhen njerëz të risocializohen, edhe të rehabilitohen nga e kaluara e tyre destruktive. Kështu që tham, prania e tyre në këto, domethënë vende sigurisht do të ketë edhe këtë rol. Ai se ka menduar që ka bëu këtë punë, po faktikisht kjo është ai bereqeti i veprimit domethënë të hoxhës. Andaj ne si besimtar neve na dhimbë se normalisht sigurisht sidomos familjes së ngushtë, edhe se i mungon bashkëshortes, i mungon fëmijëve, i mungon nanës, babas, i mungon vllaznive. Nuk ka dilema aty domos e krijohet boshllok edhe sidomos kur dihet se nuk në mënyrë pa drejtë edhe. Por në anën tjetër të gjithë ata duhet të jenë domethënë të ndihen krenar sepse
ky njeri kudo që shkon do të jetë dobi prodhus, do të jetë element pozitiv, do të jetë element që do t'ja ngrit, do thotë autoritetin dhe krenarin familjes së ngushtë, domethënë, pastaj edhe xhamatit të vet kudo që shkon ai. Edhe në këtë formë na kemi porositë kuranore që të bëjmë sabër, do thotë vetë kemi frikë Zotin, sikur thotë Allahu Kuran, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kayduhum shay'a." Nëse ju keni sabër, keni frikë Zotin, kurthet e tyre nuk ju bëjnë ju vëta. Dhe në anë tjetër, siç thotë Allahu Dhu Xhelal, "Kadhalika ja'alna a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dhe njeriu bëhet lider nëse duron në rrugën e vet dhe është i bindur në premtimet e Allahut të fuqiplot. Edhe në këtë formë, do t'i kuptojmë edhe na si besimtarë me këto sprova, se kur ka pyet Imam Shafiun rahimullahu taala, a vijnë sprovat, a ti kërkojmë sprovat apo të mirat, thotë nuk mund t'i arrish të mirat dhe fuqinë pa u sprovu. Kështu është sistemi, domthon, përjeton sprova, kalitesh, pastaj domthon edhe e fiton domthon forcën, e fiton mirësinë, e fiton famën, autoritetin, ndikimin e kështu me radhë. Dhe kjo është pjesë e natyrshme, për shembull Jusufi alayhis salam, nëse analizohet. Të gjithëve kur fillon me lexu tregimin e Jusufit, i kapnin një dhimbje shpirtërore e madhe. Si fëmijë, para mendo, i bëjnë tradhtiv vllazit e vet. Pastaj ai tregtari e shet për skllav për pak parë. Pastaj do thot ajo gruaja e mbretit tenton ta kesh shpërdor. Pastaj burgoset. Pastaj shokët e burgut që ki u tregon, u komenton ëndrat dhe ashtu ndodhin, e haron. Thot problem pas problemit, problem pas problemit. Edhe dhimbse shumë. Mirë po, këto sprovat e mëdha që i përjeton ai, bën shkak që Allahu Dhu Xhelal t'i jep atij pastaj të bën ministër të financave në kohën më të vështirë të Egjiptit, edhe t'ia zgjedh problemet financiare e Egjiptit në një kohë ku këtë bota ka krizë. Për shkak të thellësisë që ndodh, e dini tregimin e gjatë. Musa alayhis salam e njëjta. Musa alayhis salam lind në një kohë kur faraoni kishte vendos gjithë fëmijët meshkuj të izraelitëve t'i vret. Nona e vet e lind Musa alayhis salam edhe normalisht i dhimbse se të foshnje. Qysh t'ia dorëzon ushtrisë faraonit ta vrasin. E hudh në lum. E vendon në një kosh edhe e hudh në lum. Ai lumi kalon te pallatet e mbretit. Ata shërbetorët e mbretneshës, gruas faraonit, e vorrejnë e kapin. A mbretnesha, pasi s'kishte fëmijë, thotë, si themi në gjuhën e lirë, e kallt për fëmijë. Shumë kishte nevojë, të ketë një bebe afër, se kjo është ajo nostalgjia ose emocionet e gruas për qenë nanë. Edhe kur e shef ma nuk e mendon ma gjatë këtë punë se kjo foshnje mashkull, domethënë, por atë që thot Allahu në Kur'an, pas të tregon, atë që do të shkaktonte, do të bëjë armiku më i madh, edhe të shkaktonte mërzi faraonit, ata e morën. Po shiko si e sjell Zoti. E morën edhe e ritën shtëpinë e vet. Për ta shpëtuar nga vrasja. Përndryshe ai do të vritej. Ama Allahu e cakton që ta ruan. E pastaj tregimi i tij sprovave që kishte Musa alayhis salam, derisa pastaj Allahu Dhu Xhelal e shpëtoi nga faraoni dhe ushtria e tij dhe e shkatroi faraonin dhe ushtrinë e tij. Kështu që pasi që pejgamberët e Allahut janë sprovu, besimtarët e devotshëm janë sprovu, imamët e njohur janë sprovu, duhet kuptu domethënë natyrën e kësaj rruge dhe duhet kuptu sprovat që u vijnë besimtarëve të mirë, të devotshëm, për t'i pastruar Allahu nga ato gabime ose mëkate që u kanë mbet dhe për t'u rrit vlerën dhe famën dhe autoritetin tek populli dhe tek masa në përgjithësi dhe për t'u dhënë pastaj nesër forcë më të madhe të ndikimit në rrethin ku ata do të jetojnë. Po kjo nuk i denigron pak ata imam që të futen në burg? Përkundrazi, domethënë burgu nuk është gjë denigrim. Burgu është denigrim për të keqen, edhe është ngritje për të mirin. Për shembull, na kemi figura të mëdha kombëtare në lëvizjen e fundit që janë zhduk në burg. Që ki u kishin hotin për shembull, që nuk i dihen gjurmët prej burgut.
Mirë po, ka mbet emër i madh. Dhe nuk mund askush ta llogaritë se burgosin ti denigrim. Burgoset e padrejta dhe figurave që shërbejnë shoqërinë dhe popullin, nuk janë denigrim. Përkundër ato janë domethënë ngritje të pozitave. Kurse burgosja e kriminalëve, e zullumçarëve normalisht që është domethënë denigrim dhe është nënçmim, dhe ashtu llogaritet edhe trajtohet ajo për ata. Pak më herët flisha me një vëlla thonë s'po më shkohet as në xhami dhe çish tash. Ose thonë si t'ja bëjmë dersën e të mërkurës të doktor Shefçetit nuk kemë pa një kohë të gjatë ose dersën te hoxha Enes. E kjo njëra për urtësive të sprova është edhe kjo, që njerëzit mos lidhen për njerëz, por të lidhen për rrugë. Allahu Xhelal në Kur'an do thotë: "Wa ka'ayyin min nabiyyin qatila mahum ribbiyun." Sa pejgamber ka pas përpara, do thonë që me të ka pas njerëz, por ose janë vëra, ose do më thonë kanë vdek, e jo nëse vritin ata se vdesin inqalabtum ala aqibeikum, do t'i ktheni, do t'a leni këtë rrugë, po mirë të zonë se ata vdiqen. Çka? Edhe normalisht se burgosja është më pak vështirësi sa vdekja e tyre, ose vrasja e tyre, Zoti na rujt. Dhe për këtë shkak kjo dilemë ose kjo vezvese që u vjen disa djemve të rinj në kokë, s'mund ta përballoj momentin që shkojt të mërkurën në ligjëratën e tefsirit, mos ta gjej doktor Shefçetin aty. Ose gjatën e mërkurën të Hoxh Ekremi, mos ta gjej atje. Ose gjatën e Hoxh Enisit, ose Hoxh Enesit e tjerëve, Hoxh Mazllamit. Përkundrazi, zullumi që i bëhet atyre, do të jetë shtytës motivues që ti të bësh edhe më i devotshëm, edhe më fetar, edhe më i sjellshëm, edhe më i edukuar krahasim me tjerët. Të manifestosh dhe të revetosh domon edukatën që ta kanë dhënë ata. Edhe sikur se thamna, në historinë islame njihet momenti i vështirë i vdekjes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Abu Bekri radiallahu anhu si shok i ngushtë i tij edhe buri i pjekun, e perceptoj këtë gjë shumë normal. Sepse dinte se ai është njeri dhe që thot Allahu Xhelal domon në Kur'an se domon umma Muhammad ila rasul qad khalat min qabli rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqibay. Muhamedi është vetëm pejgamberi i Allahut, pa ka pas para ti pejgamber, nëse ai vritet apo vdes, ju dalini fenë e tij. E ka kuptuar këtë gjë shumë mirë Abu Bekri. Mirë po Omer radiallahu anhu si njeri pak më emocional, i duke ati se shpallja e lajmit vdekjes Muhamedit a.s. do të thot çka? Do të thot dobësim i muslimanëve, edhe do të shkapërderdhje asaj forte që është ndërtuar me figurën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thoshte në xhamit Muhamedit sallallahu, kush thot se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka vdek, unë do t'ja pres kokën atij. I shqetësuar. Edhe fliste. Derisa erdhi Abu Bekri radhiyallahu anhu, hypi në mimberin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe lexoi këtë ajet. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqibaihi. Muhamedi është vetëm i dërguari i Allahut, e nëse vritet ose vdes, a thua do të ktheheni pas, do të ta përkthesni fe. E nëse ju e bëni këtë vepër, nuk i bëni Damaskut përveç se vetes. Thot Omeri radiallahu anhu, më duke se ky ajet sikur se kur nuk e kisha lexuar e ndëgjuar. Po ndëgjoj për herë të parë. Edhe tregoi pastaj Abu Bekri fjalën e tij të njohur, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Kush e adhuronte Muhammedin, ai ka vdekur. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. E kush adhuronte Allahun, ai është i gjallë e nuk vdes. Edhe kjo është, do thot neve na dhimbë se çdo imam për imamëve që kanë vdek. Çdo dietar për dietarëve të mëdhenj që kanë vdek. Na dhimbë se, për shembull, unë personalisht kam pas rastin të ri vite domethënë me hoxhën e madh dietarin për masa botnore me origjinë shqiptare Muhammed Nasr në Albani. Edhe ditën që vdes ai, unë nuk kam qelluar në Jordani, kam qelluar në Shkup. Edhe dhimbja ka qenë shumë e madhe. Ke jetuar me të, ke përfituar prej tij.
Mirë po, nuk mund të themi ma shumë se inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, të Allahu të jemi dhe taj të kthehemi. Si që nga mësu Allahu kër nga godet në një fatkeqësi që ka të themi. E ti lutim me Allahu që na kompenzon këtë fatkeqësi musibet me gjëra më të mira. Edhe në këtë rast, kur burgosin hoxhallarët e tonë, nuk mund të themi ma shumë se inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Edhe ti lutim me Allahu që Allahu sa më shpejt t'i liron ata dhe të largon këtë zullum nga ata. Mirë po, të paksojmë vizitën e xhamiave, të mos marrim pjesë në gjërata, të mos vazhdojmë aktivitetin, të strukeme, të na kap lagështia, Zot na rujt, të na kap, domethënë, kthimin mbrapa, kuptimin e devijimit pas udhëzimit, kjo nuk është kulturë dhe edukate muslimane. Përkundazi, besimtari e kupton sprovën, si sprovë, e lutë Allahun që kjo të bëhet ngritje e gradave të tyre të Allahu, pastaj të njerëzit, dhe në anë tjetër vazhdon të jep kontributin e vet me atë sa mundet, me atë sa din, duke reflektuar energji pozitive, duke reflektuar vullnet, duke reflektuar aksion pozitiv, dhe asësi pesimizm. Asësi pesimizm, s'ka hapësirë të besimtar pesimizm. Pesimizmi nuk është veçori e besimtar. Pesimizmi është veçori e njerëzve të zhytën mëkate edhe njerëzve jo besimtar. Besimtari është optimist në momentet më të vështira dhe e shef dritën duke ardhur. Dhe kjo është ajo që jep energji dhe fuqi për të vazhduar besimtar. Spaku, kështu janë mësimet kuranore dhe mësimet profetike dhe kështu janë domethënë mësimet praktike të dietarëve brez pas brezi gjatë mësot. Kjo është ajo fardashnia që shumica e xhamatlinjve nin për hoxhën e tyre. S'ka dyshim, emocionet e paramendon jetën pa ta. Emocionet janë, edhe ato do thotë kanë një rol. Mirë, po nuk duhet me u shndru në rol negativ. Nuk duhet me u shndru këto emocione, domethënë të dashurisë që kultivon secili për hoxhën e vet, nuk duhet të shndrohen në sepse kjo fundi nuk është dëshira e tyre. Për shembull, secili po të kishte mundësi të komunikonte me ta, ata të gjithë japin një porosi. Vazhdo xhamin, vazhdo aktivitetin, vazhdo ligjëratën, vazhdo, do thotë, tek ne do thotë si musliman, për shembull, është rregull i njohur, kur s'ka ujë merr temum, për shembull, ndoshta hoxha që ka më zëvendësu hoxhën që është në burg, nuk ka marrit nivelin e tij. Mirë po, në anën tjetër, domethënë, kur s'ka tjetër, bënaj, edhe pse në raste të caktuara ka mundësi me qenë edhe kjo një prej të mirave që shihen. Se ata janë hoxhallar me peshë, janë me vlerë akademike, me vlerë domethënë të kontributit, do të padyshim, por ka mundësi me ardhë të ri që ndoshta nuk e kanë përvojën e tyre, por Allahu ka dhënë dituri edhe lekuens, të cilat domethënë na tani kur do t'i shohim do të habim domethënë ku kanë qenë do deri tani që kemi pa. Edhe kjo ndodh, kjo është fuqia e Allahut, që domethënë vazhdimisht e mbush bashllokun me kuadro të reja të cilat domethënë vazhdojnë me ec udhës hoxhallarëve para tyre dhe me kry obligimin ndaj popullit duke ia sqaruar vërtetat e kësaj feje dhe mësimet e islamit edhe mëshirën e madhe që ofron kjo fe në çdo vend, në çdo kohë dhe në çdo popull. Të ajeti që e cek aty ishte si formë pyetje që Allahu na bën të talin e fe. Po. A është kjo për na nxit që vazhdoni pa më pas? Sigurisht, domethënë kjo se feja nuk lidhet me njerëz, pasi lidhet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që është figurë shumë gjigante në historinë e pejgamberëve, jo në historinë e njerëzimit. Në mesin e pejgamberëve është njëri më i mirë. E mos flasim pastaj për njerëzit. Kur me vdekjen e tij, domethënë nuk ban të praktikisë të feja e tij. Çka do thotë kjo me vdekjen e njerëzve të tjerë? Andaj në fenë islame, kjo shumë është më rëndësi, na nuk i shenjtrojmë njerëzit. Na shenjtrojmë fenë. Edhe këtu është ai, domethënë ndoshta edhe gabimi atyre që mundohen me bë zullum islamit si të rrezik. Tash nuk po flas për rastin ton, por nëse ka. Sa ata mendojnë se me burgosjen e hoxhallarëve dhe aktivistëve do thotë zbrapset Islami ose zvoglohet ndikimi i Islamit. Përkundazi statistikat flasin edhe realiteti flet se sa më shumë që i bëhet zullum, interesimi zgjohet për të. Edhe njerëzit jo musliman bëhen musliman. Edhe pra shkak do thotë feja islame normalisht hoxhallat kanë një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e fesë islame dhe Allah kur mos e lash asnjë popull pa ulema dhe pa dietar. Mirë po, edhe kur s'ka, Allahu i çon.
Shëmbar, më ndonë në atësi kemi kalu komunizmi. Komunizmin e rrët, sidomos për shembull në Shqipëri. Ka qenë luftë e egël, mirë po, kanë met njerëzit, me aq dije, me aq... Edhe vjen dita pastaj ndryshohet situata. Për një kohë shumë të shkurtër, domethënë prodhohen dietarë dhe xhallarë, të cilët janë në nivel të përgjegjësive dhe të fytyrave që i kanë, edhe në nivel të lartë intelektual dhe akademik që mund të japin përgjigje sfidave me të cilët ballafaqohen. Për atë shkak nuk ka këtu as pak hapësirë për pesimizëm, as që i lejohet besimtarit të mendon në këtë formë. Përkundazi domethënë duhet të vazhdohet rruga e mirës, e bereqetit, e kontributit, do të edhe një mirë zotën muslimani, edhe kjo është porosi domthonjë edhe profetike edhe kuranore, që edhe ndaj atij që të bën keq, ktheja me të mirë. Ktheja me të mirë. Kjo do të thonë që përsëri tham që na tregojmë të dopt në kuptimin që hajde shkedëm qafë. E refuzojmë neve padrejtësinë me të gjitha mënyrat ligjore që ekzistojnë. Ama në anën tjetër jemi në ata atë zemër mëdhej, saqë edhe më të keqen që na bë mundohemi me kthim me të mirë, bile me më të mirën e mëshme. Kështu na thot ne vallahu. Thot Allahu në Kur'an, la tastawi al-hasanatu wala sayyi'a. Nuk mund të barabartë e mira me të keqen. Edhe kjo është e vërtetë, gjithë na e dimë. Pastaj çka thot? Idfa'a sayyi'ata billati hi ahsan. Të keqen kthej me atë që është më e mira, e mëshme. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Atë do shohësh se ai që mes teje dhe atij ka armiqësi, do të bëhet miku më i ngrohtë i yt. Edhe na do të vazhdojmë njerëzve në përgjithësi që padrejtisht gjykojnë ose janë keq të informuar ose nuk kanë hisën padrejtësi direkt, po thjesht përkrahojnë një opsion domethënë caktuar për shkak rrethonave të tija personale që i ka, i tregojmë neve uashëren domethënë kush janë këta njerëz, cili është kontributi i tyre. Dhe se kjo është padrejtësi dhe se kjo zullom domethënë duhet të gjithë na të bëjmë një zër për ta refuzuar se fundimit të gjithë na jemi viktima e flakës së këtij zullumit nëse nuk reagohet kundër këtij zullumit, nëse heshtet përballë këtij zullumit. Pas arrestimeve kanë marrë një hoxhon të madh islamofobistat, duke shprehë mirë që nevojë kanë lepë se këta janë rreziku jon, pastaj analizat e ndryshme me analizat tyne çuditshme që u dashur të hap mirët më herët e kështu me radhë. Ata njerëz fatkeqësisht janë të ngulfatur me mllefin që e prodhojnë vazhdimisht ndaj tjetrit, sidomos këtë rast ndaj atij që është praktikant i fesë, dhe në këtë rast ata fillimisht e dëmtojnë veten e vet, pastaj normalisht e dëmtojnë edhe relacionin ndërshoqëror. Na si muslimanë kemi obligim, sikur të thash më herët, të reflektojmë pozitivitet, energji pozitive. Ndaj të gjithëve. Se fundit detyra jonë është të ftojmë njerëzit në fenë Allahut subhanahu wa taala. Me atë sa dim dhe atë sa mundemi. Na kemi dëshirë që të mbushet xheneti parajsa me banorët e vet. Dhe të bashadiset xhehenemi ferri nga banorët e vet. Kjo është qëllimi i çdo besimtarit edhe çdo hoxhët të devotshëm ose sinqert. S'ki qëllim manipulimi apo shpërlarje trurja. As pak. Fundit fe Islami është fe publike, nuk është sot 1400 vite është publikisht, Kurani i shenjtë, që nga shkronja e parë deri te e fundit është publik. Porositë profetike nga e para deri te e fundit janë publike. Nuk ka hapësirë për manipulim aty. Përkundazi, unë si hoxh, kështu e perceptoj rolin tim. Dëshiroj që njerëzit jetojnë në harmoni në këtë botë, të kenë jetë të begatshme, të kenë mirëqenje, nuk tham të kenë pasuri të shumë, po të kenë mirëqenje. Atë që e ka, ta ketë domethënë të jetë i kënaqur me atë që e ka. Të jeton i lumtur me atë që e ka. Mos i bën padrejtësi askujt dhe mos i bëhet padrejtësi nga askush. Të jetë i drejtësi në vendin ku ai jeton. Dhe përveç kësaj shpirti i tij do të jeton edhe në jetën pas vdekjes në jetë të begatshme, jetë të lumtur, jetë të rahatshme. Ajo është domosdoshmë jeta në xhennet. Për të gjithë si njeri e dëshirojmë na këtë. Kështu ka qenë misioni i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i rastisht e ka emërtuar misionin e tij duke thënë: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ne ty Muhammed të kemi dërguar vetëm mëshirë për mbar botën. Edhe kjo është do të kapton mëshira e Zotit gjithë njerëzit. E ata të mëshirohen me udhëzimin e Zotit.
e të veprojnë sipas udhëzimeve të Zotit. E feja islame atë mirë ka që nuk jep hapësirë që kleriku, kushtimisht për e thamë, njeriu i fejes, ta keq përdor fen për interesa personale. Pse? Sepse secili njeri që don ta zbulon keq përdorimin e fejes nga kleriku e ka Kur'anin. Edhe e ka të lidhën profetike. Le ti lexon ato. Edhe do të vërejnë domosdoshmë nëse ka keq përdorim apo nuk ka. Edhe nuk është ndaluar me kjo për të. Ka eksperta të lloj-llojshëm me cilët mund të ulet dhe t'i shtjellon problematikat dhe të vinte te përfundimet. I pëlqen, emër se pëlqen. Shtu lejo na thot Zoti në Kur'an. Kul ja al-haqqu min rabbikum. Thuaj erdhi vërteta nga Zoti juaj. Kushdo le të beson, kushdo le të mohon. Nuk ka imponim në fe. Në fenë islame, në veçanti. Edhe pra që unë se kuptoj nga çka akumulohet ky mllef dhe kjo urrëtie që krijohet në fobi. Ndaj islamit edhe parimeve të kësaj fe, kur historikisht është dëshmuar vazhdimisht domethënë mëshira e madhe e udhëtarëve të kësaj fe kundrejt të gjithë njerëzve, madje kundrejt kafshëve. Edhe kjo domethënë është argumentuar dhe sharuar në lloj-lloj domethënë argumente nga Kurani fesnik edhe nga tradita profetike që është për të çuditë domethënë, edhe madje humanizmi i islamit edhe në momentet luftës janë momente që asnjë luftë e tjerëve s'mund të arrijë atë nivel të humanizmit që është paraqitur te muslimanët. Dhe për këtë shkak më vjen shumë keq që do të ka një qendrim tillë islamofob dhe një sulm i vazhdueshëm domethënë islamofobie ndaj islamit dhe muslimanëve, nuk e kuptoj nga akumulota e mllefetin, edhe pse ata domethënë nuk shirohen nga ky qendrim subjektiv, edhe të hulumtojnë pak më thellë dhe pastaj domethënë flasim me fakte, argumente, jo thjesht me përshtypje personale ose me diktate nga donatorë të caktuar që ata varën ndoshta jetën e tyre prej atyre financave. Është ndërruar tash po shkojmë ka fundi e emisionit, çfarë keni një mesazh për gjithë si imamët, xhamatlinjit edhe këta islamofobë nëse ju mrin mesazh? Wallahi islamofobët është mirë që të miren me gjëra që i bëjnë dobi popullit, edhe mos miren me luftë në islamit sepse është e pamundshme të zhduket kjo fe, e cila ka mbjetur domo 14 shekuj, ka me mbjetur deri në fund. Ka pas ofanzive të lloj-llojshme, madje edhe ndërhyrje ushtarake të mëdha, po ka shtarit në ndonjë sukses i madh, kështu që nuk kanë nevojë ata të lodhen se mund të krijojnë panikë dhe hutin në moment të caktuar, por jo që kanë marrë ndonjë sukses. Kështu që dhe ta orientojnë energjinë e tyre në gjëra të tjera që ta shërbejnë shoqërinë më shumë sa që mirën me këtë temë. Hoxhallar duhet të vazhdojnë predikimin e tyre të argumenteve kuranore, traditës profetike, shembujve të hoxhallarëve të mëdhenj, të imamëve të umetit islam që nga brezi i parë e deri sot, dhe të mundohen të zgjedhin vokabularin që e përdorin në ligjërimin publik. Që është shumë e rëndësishme, pasi që duhet të reflektojmë edhe këtu pozitivitet, energji pozitive, normalisht se edhe në momentin e kritikës që ka hapësirë shumë për kritikë të dukurive destruktive dhe dukurive negative që paraqiten në shoqëri, po të jenë me shprehje, domethënë të cilat nuk do t'i lëndojnë ata që i bëjmë këto gabime. Për shkak se qëllimi është korrigjimi i tyre edhe shërimi i plagëve, jo do thotë shtimi i tyre ose ngacmimi e inatosja e tyre. Se Allah e tregon në Kur'an rast ka për njerëzve që ti thuash ke frikë Zotin, e khadatul izzatu bil ithm. Atë merr krenaria me mëkat. Kush je vetë për inatit tanë. Te na shqiptarët kjo pak edhe më e theksuar. Andaj edhe mënyra e kritikës do të jetë pak do thotë më e tërthortë dhe më e butë, pasi qëllimi është do thotë korrigjimi, nuk është qëllimi lëndimi ose do thotë nënshmimi i dikujt asesi. Gjithashtu prej porosive për hoxhallat është komunikimi me gjithë shoqërinë, sidomos domethënë me intelektualët, me gazetarët, me politikanët për të dhënë pasqyrë të vërtetë, sepse fatkeqësisht domethënë mungesë komunikimit ata krijojnë një pasqyrë për muslimanët
ose prej medjave, ose prej rrjetit ngushtë, domethënë, pa pasur në komunikim drejt për drejt, domethënë, me hoxhën ose me një aktivist, domethënë, për çështjet e Islamit. Pra të shumë rëndësi komunikimit i vazhdueshëm, domethënë edhe vizitat personale për të thirrë ato barriera dhe akull, funi fundi domethënë ne jemi një popull edhe mas paku që kemi borxhe kemi domethënë një vizitë, një përshëndetje për treguar që ky jam unë, edhe çka ki vërejtje burëm, edhe unë që kam vërejt në tjetë, thamë vetëm barma që thuhet burat klasin domethënë në sy në sy. Për më spelon hapësirë dashakëshive pas e të keq përdorin fjalime ose momente të caktuara. Siç ka ndodhur domethënë herë pas here. Kurse xhamati domethënë duhet të vazhdon adhurimin dhe Zotit, devotshmërinë, kërkimin e falës për mëkatet, lutjen e ruar Allahut, refuzimin e zullumit, publikimin e qëndrimit refuzues, domethënë thashën më herët letra dërguar ambasadëve të huaja, OBSE-s, këshillave për drejtat e njerëzit, Komitetit Helsinkut, çdo kon politikanëve të caktuar, njerëzve që ka të afër që mirën me politikë, domethënë të tregon do thotë pasqyrën ai si e shef këtë dukuri, si e shef këtë fenomen. Dhe se kjo do thotë është e dashur për gjithë shoqërinë, gjithë popullin tonë faktikisht dhe krijon faktikisht prishjen e asaj marrëveshje sociale mbas të cilën ndërtohen shtetet. Se nuk i të bësh ti me 2-3 njerëz ose 10 njerëz, ki të bësh me një pjesë të madhe të shoqërisë, e cila ndihet e prekur dhe e indenjuar me kjo që u ka ndodhur. Edhe lutim Allahun xhallahu që do të sa më shkurt të zgjatë kjo, inshallah sa më shpejt ata dalin prej burgjeve edhe i kthehen familje, pasi që besojmë na, domethënë, në mënyrë të paluat nëse janë të pafajshëm, edhe vazhdojnë domethënë misionin e tyre të stabilitetit dhe edhe sigurisë dhe paqes në vendet ku ata veprojnë. Po që faleminderit shumë që ishe këto në këtë emision. Ishte kënaqësi e veçantë në emisionin e parë që kemi juve, se do të vazhdojmë edhe emisionet e radhës. Ju dëgjues të nderuar, mbeteni në valët e Radio Pendimit. Shpresoj të kaloni çaste të mira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.